Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Fillimi I fundit të një grupimi që sakrifikoi të ardhmen e popullit të vet për të ruajtur kolltukut e komentoi Bashkimi Demokratik për Integrim, unifikimin në një subjekt politik të vetëm të koalicionit vlen. Vendosja e dy liderëve është dëshmi se partia është e ndarë në fraksione ende pa filluar punën, ndërkohë që liderët vetë shpallen. Ministra dhe funksionar kyç nga radhët e tyre tashmë e kanë braktisur anien, duke refuzuar të jenë pjesë e këtij projekti të dështuar të destinuar vetëm për shpëtimin e disa karrierave politike, apelojnë nga opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut Bashkimi Demokratik për Integrim. Në kongresin e së shtunës, partitë e vlenit u bashkuan zyrtarisht në një subjekt të vetëm politik. 850 delegat miratuan statutin dhe programin politik. Delegatët zgjodhen udhëheqësinë dhe organet drejtuese. Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami u zgjodhen bashkëkryetar të partisë, Bekim Sali sekretari I përgjithshëm, ndërsa Mimoza Musa dhe Bekim Qoku nën-kryetar. Që uroj të gjithëve që vlen të jetë përfaqësuesi shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në periudhën që vjen, një përfaqësim I cili do të jetë më ndryshe, një përfaqësim I cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe për të ndruar perceptimin për politikën. Politika është që t'ju shërbej qytetarëve dhe jo të zhvat shtetin dhe të rëndoj jetën e tyre. Ishte Bilal Kasami, kryetari I vlen. Ndërkohë që bashkëkryetari tjetër, Izet Mexhiti, vlerëson se prania e kryeministrit të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut në këtë kongres treguan se vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve. Kongresi I Bashkimit dhe vetë fakti që në këtë kongres ishin dy kryeministra, pra edhe kryeministri I vendit edhe kryeministri I Republikës Kosovës, tregon që vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve dhe e vlerësuam pra këtë ngjarje të rëndësishme pra të bashkimit të shqiptarëve dhe faktorizimit të shqiptarëve në kuadër të subjektit politik vlen. Ishte Izet Mexhiti, kryetari I vlen. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Gjykata speciale në Agri fillon seancat për çështjen ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerët në lidhje me akuzat për vepra kundër administrimit të drejtësisë. Seancat janë caktuar për periudhën nga 11 deri në 15 maj. Vijohet me administrimin e provave ndaj Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut dhe Isni Kilajt, ndërsa për këtë akuzë Hashim Thaçit I është dorëzuar flet arresti me objektin e paraburgimit në Ag më 5 dhjetor 2024, gjithnjë sipas njoftimit të gjykatës speciale. Sipas aktakuzës, Hashim Thaçi përmes veprimeve të përbashkëta me grupet ka ndjekur një model të sjelljes për të penguar persona zyrtar në kryerjen e detyrave. Dialogu Kosovë-Serbi është në thelb të takimit të mbajtur në Bruksel ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Në tryezën e përbashkët marrin pjesë 27 ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s dhe 6 kryediplomatët e Ballkanit Perëndimor, me tekste veçantë në forcimin e bashkëpunimit politik dhe strategjik ndërmjet Brukselit dhe rajonit. Sipas kryediplomatëve evropian të përfshirë në organizimin e takimit, Bashkimi Evropian synon të mbajë në fokus procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilin ka shqetësime lidhur me ritmin e deritanishëm të progresit. Bota. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian refuzoi propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për të emëruar ish kancelarin gjerman Gerhard Schröder si ndërmjetës në luftën në Ukrainë. Gerhard Schröder ka qenë një lobist I nivelit të lartë për ndërmarrjen shtetërore ruse, kështu që është e qartë pse Putini e dëshiron atë, apelon Kaja Kallas. Sipas saj, nuk do të ishte shumë e mençur të jepë Rusisë e drejta për të emëruar një negociator në emrin e BE-s. Kur u pyet të shtunën në lidhje me kandidatin e tij të preferuar për të rifilluar dialogun me europianët, Vladimir Putin u përgjigj se ai personalisht preferonte Gerhard Schröder. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.